Të nërmiq, ja ku erdhi sërish momenti të takohemi në emisionin Çdo të thotë. Dhe sot do të flasim pikërisht për termin hatme. Çdo të thotë termi hatme. Ne vazhdimisht e lexojmë Kur'anin në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Por çfarë vlere ka hatmja në Ramazan dhe çfarë dobish ka hatme? Edhe sot kemi hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah. Hatmja faktikisht është shumë e njohur, sidomos ndër shqiptarët e trevave, sidomos shqiptarët që janë jashtë, si më thënë, atë dheut mëm, sepse përdoret shpesh, domethënë, edhe ndoshta edhe është një traditë shumë e thellë tek njerëzit. Normalisht më shumti flitet dhe përflitet në muajin e Ramazanit, duke qenë se njerëzit lexojnë Kur'an, duke qenë se Ramazani është muaji i Kur'anit, madje ka një interpretim shumë interesant në Islam që thotë Ramazani prandaj ka marrë vlerën, sepse Zoti i Madh thotë shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pra muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Ramazani, pra i ka dhënë vlerë Kur'ani këtij muaji, ashtu siç është edhe një mendim tjetër që thotë jo, Zoti i Madh zgjodhi pikërisht muajin e Ramazanit duke qenë se është shumë i bekuar dhe me shumë vlerë tek Zoti për të zbritur Kur'anin. Dhe të dy janë, domethënë, mendime interesante. Si term ndoshta është më i njohur tek brezat e vjetër, duke qenë se është traditë se tek të rinj, por nëse do ta përktheni fjalën hatme, nëse do t'ia shpjegonim dikujt fjalën hatme, dikush do të kam dëgjuar hatme këto kohë në xhami, po se kuptoj çfarë. Si do t'ia përkthenim shkurt? Hatme është me një h-ja me gric, pra nuk është një h e thjesht, jo hatme, po është hatme, vjen nga mbyllja ose fundi i diçkaje. Për këtë arsye thon fundi i namazit, domethënë fi khatimihi, domethënë fund namazit, mbyllja ose vulosja. Ose vulosja, për këtë arsye vulës në gjuhën arabe i thon khatem. Pra kur përmbushet diçka në fund fare, i vjen vul, e vulosin, e përmbyllin domethënë. Ndërsa si term që përdoret pra tek besimtarët, përdoret me shumicë, është nënkupton leximin e Kur'anit nga fillimi deri në fund, pra nga El Fatihaja deri tek Suratul Nas, me qëllimin për të kënaqur Zotin e gjithësisë dhe për të arritur shpërblimin dhe bekimin e Zotit. Domethënë leximi i Kuranit nga El Fatihaja deri tek Suratul Nas, në momentin që njeriu lexon prapërsisht 604 faqe që janë, pra leximi i plotë i Kuranit, atëherë konsiderohet që ky njeri ka bërë hatme, pra e ka vulosur Kuranin nga fillimi deri në fund. Normalisht pejgamberi alayhis salam e bënte këtë gjë shumë shpesh, sahabët, shokët e Profetit alayhis salam e bënin këtë gjë shumë shpesh dhe tregohet që në Ramazanin e fundit që pejgamberi alayhis salam ka ndruar jetë, e ka lexuar Kur'anin me Xhibrilin 2 herë, pra ka bërë 2 herë hatme, pra zakonisht e bënte hatmen në çdo Ramazan. Pra e mbyllte Kur'anin nga fillimi deri në fund çdo Ramazan bashkë me Xhibrilin alayhis salam. Pra pejgamberi alayhis salam lexonte, Xhibrili e dëgjonte. Tip mukabele që i thon moshat e vjetra, ulet hoxha lexon dhe xhamati dëgjon, ose lexojnë me radhë, tip mukabele. Kjo tip mukabele ka origjinë lexime dëgjues nëse po, e ka origjinën, jo, mukabele do thotë, domethënë paraqitja. Ja tregon dikujt, ja lexon dikujt. Po, ja lexon dikujt. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte çdo Ramazan, pra me Xhibrilin alayhis salam, përveç Ramazanit të fundit të jetës tij, që e ka bërë këtë mukabela apo hatmen, e ka bërë 2 herë. Pra nuk e ka lexuar 1 herë, pa e ka lexuar 2 herë, sepse domethënë mbas këtij Ramazani Profeti alayhis salam e ka dhënë, si më thën, edhe 1 herë mesazhin e Kuranit tek njerëzit në mënyrë që të ishin të qartë se çfarë është Kurani nga fillimi deri në fund. Për këtë arsye domethënë Kurani është përmbushur ose përmbyllur ose shkruar për herë të parë, sepse këtu kemi një gabim pak që na bën edhe disa prej njerëzve që domethënë merren me studime fetare apo orientalistike, apo edhe disa hoxhallar thonë Kurani është shkruar në kohën e Uthmanit. Jo, Kurani për herë të parë është shkruar në kohën e pejgamberit alayhis salam, duke qenë pejgamberi alayhis salam gjallë. Është tubuar në një libër për herë të parë në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shkruar për shembull le të themi në fleta hurme, që përse krahu i hurmës kur shkulet, ajo është si fletë e bardhë aty. Pra jetët që shpalleshin, shkruheshin diku, shënoheshin diku. Ndërsa si libër për herë të parë janë shkruar si vëllim, volum, janë shkruar në kohën e Abu Bekrit. Për këtë arsye u quajt Kurani i parë. Pra është rishkruar, pra këto pjesë kanë qenë shpërndar, është rishkruar në një libër, një tekst të vetëm. Pra janë bashkuar, janë shkruar në kohën e
Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Për këtë arsye ka pas në mbledhjen e këtyre copzave vonesë. Pra u gjet letra për të shkruar, por nuk po mbledheshin dot copzat derisa u mblodhën të gjitha copzat dhe u shkruan në kohën e Ebu Bekrit. Pastaj në kohën e Khalifit Othman radhiyallahu ta'ala anhu, Othmani duke qenë se u zgjerua shumë dhe ushtri shumë, si më thënë, harta e Islamit, Othmani radhiyallahu ta'ala anhu bëri 7 kopje. Një kopje e mbajti në Medinë dhe 6 kopje të tjera i shpërndau në Egjipt, në Sham, në Bagdad. Një kopje ka shkuar, domethënë, le të themi, këtej nga kjo pjesa e Rusisë ose pjesa e Kinës, domethënë 7 kopje i shpërndau pastaj Othmani radhiyallahu ta'ala. Një mbajti në Medinë dhe 6 i shpërndau, sepse me përhapjen e Islamit dhe gjuhët e huaja, domethënë, përziheshin me gjuhën zyrtare, arabishten, dhe gjë që po ndikonte në, le të themi, në mosmësimin mirë të Kuranit. Për këtë arsye çoi, si më thon atë, ky është Kurani, edhe në bazë të këtij pastaj të mësohen njerëzit dhe të ecin njerëzit. Po ndërkohë çfarë vlere ka ky lexim i plot i Kuranit? Pra ne dimë që leximi i çdo ajeti, madje çdo gërme prej Kuranit ka shpërblim dhe sevap. Po ky procesi i leximit të gjithë Kuranit, çfarë vlere ka? Pse pas ka marrë dhe një term të posaçëm? Çfarë rëndësie ka? Normalisht leximi i Kuranit është bekim dhe mirësi e Zotit. Pra, domethënë, njeriu që lexon Kuranin është e pamundur që mos të ndihet vetëm se mirë, vetëm se lumtur, sepse ti je duke folur fjalën e Zotit. Domethënë, një shembull, le të themi kështu nga jeta shumë të thjeshtë, ndoshta edhe nuk i afrohet shumë. Kur ne për shembull përdorim termin ligjor në një përballje në një dikaster apo diku, të themi ligji thotë. Normalisht ti kur thua ligji thotë, je shumë i fortë, sepse nuk mund të përballet askush me ty. Ose kur ti thua fjalën le të themi e dikujt që ka një peshë shumë të madhe, ai ka thënë kështu, mbaroi historia. Kurse Kurani është fjalë e Zotit dhe Kurani përveç se është fjalë që Zoti e ka folur, Kurani është, domethënë, i bekuar nga Zoti, kitabun mubarakun, libër i bekuar. Pra, ai është i mbushur me bekim, i mbar me bereqet. Pra, Zoti i Madh në leximin e tij i sjell njeriu të mbarësi. Kurani është fjala e Zotit në tokë, litari i Zotit në tokë, thot pejgamberi alayhis salam. Kush kapet me të është lidhur direkt me Zotin e gjithësisë. Pra, sa më shumë ta lexojë njeriu, aq më shumë, domethënë, afrohet me Zotin e gjithësisë. Kurani është diçka e veçantë dhe specifike. Kuranin e kanë vetëm njerëzit dhe xhinët musliman, nuk e kanë me lajket. Për këtë arsye, kur këndohet Kurani vinë dhe prezantojnë me lajket, siç ka shumë transmetime që kur kanë lexuar sahabët ndryshëm Kur'an, ka ardhur, si më thënë, një re e bardhë, kanë pas prezencë me lajkesh. Pra, sepse madje Imam Nevaviu ka përmend se kur njeriu e lexon Kur'anin, vjen një melek dhe e merr Kur'anin në momentin që ai e thot. Pra nuk e lën tikin ajër kur i thon, aq shumë, do të thonë, ka vlerë leximi i Kur'anit. Normalisht është një hadith që profeti alayhis salam ka thënë, për çdo shkronjë që lexon njeriu nga Kur'ani shpërblehet me 10 sevape, pra 10 shpërblime. Dhe nuk them, tha, elif lam mim 1, që mos më ngatron njeriu konceptin e fjalës me shkronjën, por them, tha, elif është 1, lam është 1 dhe mim është 1. Domethënë, kur ti thua elif lam mim, faktikisht ke marr 30 shpërblime, pra 30 sevape. Tani llogaritë, Kurani ka 600 faqe. Llogariti sa është numri i ajeteve, llogarit sa është numri i shkronjave, shumëzoj për 10 del njeriu me miliona sevape dhe shpërblime. Po jo vetëm puna e shpërblimit dhe sevapit. Një njeri i cili e bën edukat leximin e Kuranit, ti je i sigurt se imani i tij dhe besimi i tij shtohet. Nganjëherë, domethënë, thot dikush, a ka në diçka kështu të shpejt që kur je keq, kur e ndjes se ka ra imani, si ta rris imanin? Janë dy gjëra shumë të thjeshta. Merr abdes, fal 2 rekat namaz. Merr abdes, lexo 10 faqe Kurani. Automatikisht, o idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Zoti e thot në Kur'an, kur lexohen fjalët e Zotit, shtohet besimi. Pra nuk është diçka që njeriu duhet ta bëj tani që ta ndjejë ndarkët. Ulu, ke rënë besimi, po, merr abdes, ulu, lexo 10 faqe Kur'an, 20 faqe Kur'an. Dhe ti do ta ndjesh ndryshimin. Ti do të kuptosh se diçka ka ndryshuar tek ti, dhe kjo është pra efektet e Kuranit janë pashmangshme.
Kështu që hatmi e Kuranit normalisht ka hadithe të pejgamberit. Ka hadithe pikërisht ka diçka që e cilësojnë hatmen si proces përveç po themi shpërblimit të leximit të Kuranit. Po hatmi vetë ka hadithe që profeti ka hadithe nga profeti alayhis salatu wasalam i cili tregon se muslimani nuk është mirë që të kaloj një muaj pa e bërë një hatme. Pra duhet të jetë edukat në jetën tonë. Për këtë arsye edhe ne vazhdimisht i nxisim njerëzit që ta lexojnë Kuranin në origjinal, ta mësojnë Kuranin në origjinal. Pra a ka sevap thot dikush nëse unë e lexoj Kuranin e bëj hatme në gjuhën shqipe, ka shpërblim në sevap sepse ti ke lexuar, si më thon, përmbajtjen mesazhin e Zotit. Po hatme, pra me kuptimin me marr shpërblimin e hatmes dhe me bërë dua pastaj mbas hatmes e ka vetëm kur lexohet në origjinal. Kështu që nuk duhet kaloj një muaj në një transmetim tjetër 40 ditë, po më saktë është një muaj që muslimani mos ta mbylli një herë hatmen. Po flasim për muslimanët devotshëm, për atë që është i përkushtuar. Ose hadithi tjetër që thotë kush falet në një natë me 1000 ajete, shkruhet tek Zoti minel muqantirin. Kush falet në një natë muqantirin, do thotë ata që kanë bërë shumë sevape dhe shumë punë të mira, si më thon pafundësi sevapesh, po ta përshtatësh, pra ai njeri që falet në një natë me 1000 ajete ka marr pafundësi sevapesh. Ai njeri që falet në një natë me 100 ajete shkruhet tek Zoti minel qanitin. Qanitin do thotë adhuruesit. Kështu që kjo lloj nxitje që ka bërë profeti alayhis salam, tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë shkova një ditë pra tek pejgamberi alayhis salam dhe ai u lidh në namaz natë dhe u çova dhe unë thot për të lidh me pejgamberin alayhis salam. Thot ose Abdullah ibn Mesudi, njëri prej dyve, thot dhe filloi thot pejgamberi alayhis salam të lexoj Kur'an. Filloi Al-Baqarën, tha që 10 faqe do të bjerë në ruku. Derisa arriti në fundin e Al-Baqarës. Pastaj ta lexoj Ali Imranin, pastaj lexoj surën Al-Maide, pastaj ra në ruku. Ta më thonë llogaritë e tij, do të thonë afërsisht 50, 60, afërsisht 70-80 faqe për 4 xhuze i ka lexuar në një rekat pejgamberi alayhis salam. Dua të them me këtë, domethënë që në edukatën tonë duhet të jetë, sepse është burim energjie pozitiv dhe bekim dhe shtim i imanit dhe besimit. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam e ka pas traditë të tij që ai vazhdimisht bonte hatme Kur'anit dhe sahabët. Për gjërat më të bukura që unë kam gjetur domethënë gjatë hulumtimit të kësaj teme, thotë sahabët e kanë pas ndarë Kur'anin në 7 pjesë. Në 7 pjesë, që do të thotë çdo ditë natë lexonin 100 faqe. Ose 90 faqe diçka e tillë dhe çdo javë ata bënin hatme. Tanë llogaritë një njeri i cili çdo javë bën hatme. Imani dhe besimi i tij si është, lidhja e tij dhe fortësia e imanit dhe e dritës tij si është, po ka dhe një gjë tjetër shumë interesante që një njeri i cili është me Kur'anin, e lexon Kur'anin kaq shpesh, e ka shumë të lehtë për ta mësuar, për të bërë hafiz, dhe njeriu po u bë hafiz, ti je i sigurt se ai në çdo fushë të jetës do të jetë i dallueshëm. Unë këtë e kam thënë gjithmonë. Një njeri i cili është hafiz i Kuranit, ai kudo që të jetë ka për të qenë i mrekullueshëm. Nëse është në mjekësi, ka për të qenë një mjek i mrekullueshëm. Nëse është në inxhinieri, ka për të qenë një inxhinier i mrekullueshëm. Nëse është në arkitekturë, ka për të qenë një arkitekt i mrekullueshëm. Nëse është kryetar bashkie apo komune, siç e thon, ai do të jetë i mrekullueshëm. Nëse do të jetë ministër, do të jetë i mrekullueshëm. Nëse do të jetë udhëheqës shtetit, do të jetë i mrekullueshëm. Pse? Sepse ai ka fjalën e Zotit në brendësinë e shpirtit të tij dhe llogaritë të tij, domethënë një njeri i cili është i mbushur me fjalën e Zotit, se si mund të jetë. Ka dhe bekimi i Kuranit, por se dhe aftësia për të memorizuar gjëra, për të fiksuar, për të sistematizuar, për të harmonizuar me njëra tjetrën, nuk është e lehtë për të qenë hafiz Kuranit. Për të qenë hafiz Kuranit nuk është e lehtë, është e vështirë. Ka nevojë patjetër për një rregull të caktuar për mënyrën se si individi i përsërit ai memorizuesi, pra hafizi i përsërit surën. Iman të freskëta vazhdimisht ajetet e Kuranit. Ndërkohë gjejmë një kategori të madhe njerëzish besimtarësh normalisht, të cilët gjatë vitit ndoshta nuk lexojnë Kur'an, lexojnë shumë pak ose as pak. Mirë, por në Ramazan përkushtojnë për ta bërë së paku një hatme Kurani. Çfarë vlerë ka hatmia në Ramazan? Pra,
është pra për rregulli që në Ramazan shpërblehet çdo vepër, apo në këtë moment pra sfida për realizuar një hatme është një shpërblim, po themi kështu, ekstra? Në Ramazan ka shumë arsye që njeriu të jetë më i përkushtuar ndaj Kuranit, sepse çdo natë ai lexon, dëgjon Kuranin që lexohet në teravi, dhe vazhdimisht zakonisht në përligjata do të flitet për Kuranin sepse Ramazani është muaji i Kuranit. Tregohet ajo ngjarja që profeti alayhis salam e mbyllte hatmen pra çdo Ramazan. Pra është traditë profetike. Është traditë profetike dhe ka një arsye më shumë. Po unë them se ka edhe një arsye tjetër, që është se shejtanët janë të lidhur. Arsyeja tjetër është se dyert e xhenetit janë të hapura, arsyeja tjetër është se dyert e xhenemit janë të mbyllura, arsyeja tjetër është se njeriu është në agjërim dhe do ta mbushi ditën e tij, edhe pjesa e shpërblimit normalisht ajo është aja e të gjithave, që ka shpërblim dhe sevap. Kështu që njerëzit është e vërtetë që në Ramazan janë shumë më të përkushtuar për ta bërë hatmen, janë shumë më të përkushtuar për ta bërë hatmen dhe kjo është gjë e mirë. Pra duhet ruajtur edhe duhet si më thon stimuluar si traditë. Pra duhet të programojmë mundësisht gjithsesi për nesh para Ramazanit që në Ramazan të gjejmë kohë të posaçme për të realizuar një hatme që të mos na kaloj pra ky muaj pa e përmbyllur një lexim Kur'ani. Duhet që në Ramazan ta bëjmë një hatme dhe ai që i bën dy është edhe më mirë. Ka nevojë për programim dhe ka nevojë për parapërgatitje. Pra mos ta lësh, domethënë që ti bësh përgatitjen e Kuranit direkt në Ramazan, po një javë përpara. Pikërisht kur themi të parapërgatitje, një pjesë ton nuk po përkushtojmë tani sepse sapo të vi Ramazani do merrem posaçërisht me leximin e parë. Jo, programi duhet bërë përpara. Pa hoze tani. Programi duhet bërë përpara. Pra programi duhet bërë të paktën minimalisht një javë përpara, sepse kur vjen Ramazani ajo për një javë vjen kurpa duke u ftohur, duke rënë. Dhe kur vjen Ramazani ti automatikisht e ngren edhe një herë kurpën dhe pastaj vazhdon me sukses. Milosh, ne bëjmë vetëm një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi bisedës tonë mbas pak, ndërmjet shihemi në pjesën e dytë. Po flasim për hatmen, miq, për leximin e plotë të Kuranit, për vlerën e tij dhe dobinë e tij. Ndërkohë Hoxh ju thatë se duhet të parapërgatitemi, duhet të bëjmë mjet, duhet po themi të krijojmë fare atmosferë përpara Ramazanit dhe t'i vëmë qëllim vetes që të realizojmë së paku një lexim të plotë në Ramazan. Po dikush lexon me shumë vështirësi dhe e di se ndoshta nuk do të realizojë dot një lexim të plotë. Çfarë duhet të bëj ky? A duhet ja nis leximin e Kuranit, a duhet të përpiqet? Pra ndoshta sapo ka filluar tek shëronjat, është fillestar dhe di që nuk i lexon dot 600 faqe brenda një muaji. Pra nëse nuk realizojmë dot leximin e plot, a ka vlerë leximi? Ka një rregull që thot mala ju dreku kulluhu, la ju dreku xulluhu. Çfarë nuk arrihet e plot, le të bëhet e pjesshme. Çfarë nuk arrihet e tëra, mos të lihet e tëra. Kështu që edhe ata që nuk e kanë mundësi ndoshta, le të lexojnë aq sa kanë mundësi. Ata që nuk e lexojnë ndoshta mirë, nuk ka problem, sepse e rëndësishme është që njeriu ta bëjë niyetin dhe qëllimin, pastaj Zoti është ai i cili shpërblen. Po ata që nuk e mbarojnë dot për shembull, nuk ka problem, Zoti do japë shpërblimin sipas qëllimit që ai ka. Pra nuk humb gjë tek Zoti. Një pyetje faktikisht që bëhet shumë shpesh gjatë Ramazanit është, po thotë mund ta lexoj edhe shqip, po lexoj shqip. Po ta lexoj edhe shqip, nuk e lexoj dot arabisht, po mirë, domethënë nuk ka ngel për ta lexuar hatmen edhe shqip vetëm se në Ramazan, lexoj gjatë gjithë vitit shqip, ke kohë. Në Ramazan përkushtohet ta lexosh. Pra Ramazan të fokusojmë tek leximi arabisht ashtu siç ai ka zbrit. Në origjinal sepse aty ajo e ka efektin. Nëse në gjuhën shqipe ti mund ta lexosh në çdo kohë. Nuk është kusht, domethënë ta lexosh në Ramazan, ndërsa në Ramazan duhet lexuar sepse është koha, si më thënë, është momenti i duhur për ta lexuar. Ndërkohë ne kemi dëgjuar edhe transmetime të ndryshme ku thuhet se nëse lexohet Kul Huwallahu 3 herë, shpërblimi është sikur të kemi lexuar Kur'anin e plot. Si është kjo hatmja me leximet e disa sureve? Ka një hadith shumë interesant që profeti alayhis salam i thotë shokëve të tij, a nuk ka mundësi ndonjëri për ju që gjithmonë para gjumit të bëjë një hatme Kur'ani? Tanë pejgamberi i Zotit, po si mund ta bëj një hatme Kur'ani, pra 604 faqe të lexoj përpara gjumit. Tha profeti alayhis salam, kush e lexon Ikhlasin, pra Kul Huwallahu Ahad 3 herë, ai shkruhet tek Zoti sikur ka lexuar gjithë Kur'anin. Dhe suratu El Kafirun gjithashtu, kush e lexon surën El Kafirun 4 herë, shkruhet tek Zoti sikur e ka lexuar gjithë Kur'anin. Pra ne kemi mundësi në çdo natë të Ramazanit të bëjmë disa hatme. Domethënë një hatme me Kul Huwallahu 3 herë,
një hatme me Kul ya ayyuhal kafirun 4 herë dhe pastaj të hatmen ton të Ramazanit. Cili është dallimi faktikisht pra mes kësaj dhe kësaj? Do të jap një dallim me një adhurim tjetër. Thot pejgamberi alayhis salam, kush rrin mbas sabahut në xhami, pra e fal sabahun në xhami dhe rrin në xhami duke përmendur Zotin deri në lindjen e diellit. Pastaj mbas lindjes së diellit që vjen koha që lejohet falje, sepse nuk lejohet që të falemi në kohën e lindjes së diellit. Mbasi lejohet falë për afërsisht një gjysore mbrapa, thot fal 2 rekat namaz, Zoti e jep shpërblimin sikur ka bërë haxhin e plot. Tani ky njeri që e bëri këtë punë, a do ta bëj haxhin Qabe faktikisht? Ky do ta bëj haxhin Qabe. Pra ka vlerë të madhe, por se nuk ka arrin kur vlerën shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë, por nuk mund të jetë si leximi rresht për rresht dhe gërm për gërm, sepse normalisht leximi rresht për rresht dhe leximi gërm për gërm, do të thonë ka një përjetim të krejt tjetër. Po mëshira e Zotit është që disa gjëra shumë të mëdha ne ka kompensuar me disa gjëra shumë të thjeshta. Pra e rëndësishme është që ne ta kemi njetin dhe dëshirën dhe tek Zoti nuk humb asgjë. Pra gjithsesi të përfshihet me Kur'anin, qoftë edhe në një formë kaq të thjeshtë siç është leximi i Kul Allahut 3 herë çdo ditë apo i Kul ya ayyuhal kafirun 4 herë çdo ditë. Ndërkohë pasi arrim të lexojmë të plot Kur'anin, a ka dua specifike ose nëse bëjmë dua mbas ose zbritja, përdoret termi zbritja e hatmes. Si është kjo dua? Zbritja e hatmes faktikisht është përdorur, domethënë nga si më thon hoxhallarët si në konceptin, domethënë kur ja këndonte Kur'anin nga fillimi deri në fund me niyetin që sevapi dhe shpërblimi t'i shkojë një personi tjetër. Dhe ai bën të zbritjen, që do të thotë, o Allahu Zoti im, unë lexova këtë Kur'an, çoja zbritja sevapin këtij njeriu. Çoja, domethënë transferoja sevapin këtij njeriu. Edhe normalisht kjo është një traditë që është në bazë të mëdhëbeve, pra kemi atë që quhet leximi i Kur'anit për të vdekurit. Pra dietarët e mëdhëbeve, shkollat juridike janë ndarë, kemi 2 shkolla që e ndalojnë dhe kemi 2 shkolla që e lejojnë. Kemi Shafiit dhe Malikit që e ndalojnë dhe kemi Hanefit dhe Hanbelit që e lejojnë një gjë të tillë. Pastaj koncepti i leximit me para i pagesës, kjo pastaj nuk futet fare në diskutim sepse ata kanë diskutuar leximin normal, leximin me dëshirë, leximin me niyet dhe jo këtë që bëhet me pagesë, pastaj sepse del nga koncepti i diskutimit dhe nuk është normale një gjë e tillë. Kjo ka qenë ideja e zbritjes së hatmes, pra e zbret për filanin, se vapin dhe shpërblimin ja zbret vetes dhe e transferon për filanin. Dhe kjo është një çështje që ka 2 mendime mes dietarëve dhe nuk duhet të futem në temën bën apo s'bën apo nuk ka lidhje. Do të thonë çështje dikush ka këtë mendim, dikush ka mendimin tjetër. Ndërsa a ka një dua specifike kur mbarohet hatmja? Zakonisht në Kur'an, në faqen e fundit kur mbaron gjithçka është dhe një dua, do të thonë që bëhet zakonisht si një dua e përmbledhur. Nuk është se ka diçka specifike që thuhet duaja e hatmes është kjo, pra lutja e mbylljes së Kuranit është kjo, nuk ekziston kjo në fen tonë. Mirë po ka lutje të zgjedhura nga Kurani që përdoren. Ideja e kësaj lutje ku e ka esencën, faktikisht ka një transmetim nga Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili, domethënë në Medinë, sa herë që mbaronte një hatme Kurani, mbledhte familjen e vet edhe bëshin dua. Ky bonte dua dhe familja thoshte amin. Edhe nga kjo kanë thënë dietarët, Enes ibn Malik, duke qenë se është sahabi, do të thotë se kjo ka diçka edhe më lart se sa vet ky sahabi që e ka bërë një gjë të tillë, dhe nga kjo ka nisur ideja e duas mbas Kur'anit, por nuk ka, domethënë, në një transmetim fiks. Kështu që e zejmë, për shembull, e mbaruam Kur'anin, mbledhemi familjarisht ditën e fundit të Ramazanit, para se me ardh le të themi iftari i fundit, ose në syfyrin e fundit të Ramazanit, edhe si familje të zgjidh ai që e ka bërë hatmen, bën dua, po çfarë të lutet? O Zot na fal, o Zot na mëshiro, o Zot na jep marrësi, o Zot na jep shëndet, o Zot na jep begati, o Zot na jep furnizim të pastër dhe halal. Do të thonë lutje të përgjithshme, o Zot, siç na ke bashkuar në këtë botë me të mira, na bashkon në ahiret me të mira. Do të thonë lutje, dëshira që ka njeriu ja shpreh Zotit, sepse është momenti dhe është koha dhe është e pëlqyeshme mustahab që të bëhet një lutje mbasi mbaron edhe leximi i Kuranit. A mund të bëjmë një hoç që do bëj një hatme me qëllim bërjen e një duaje, pra kam një dua, kam një lutje specifike, po a mund të bëj fillimisht pra përgjithësi, jo vetëm hatme, jo vetëm hatme, në përgjithësi çdo vepër e mirë mund të përdoret për një lutje të caktuar. Para një lutje të caktuar. Po, sepse është një formë ndërmjetësimi.
tawasuli, pra një lloj ndërmjetësimi tek Zoti i gjithësisë. Ndërkohë dihet gjithashtu efekti i leximit të Kuranit tek ana psikologjike e njeriu, tek po themi streset, brengat, sikletet, mosmarrveshjet. A mund të lexojmë Kuranin pra nëse ndjejmë që kemi në familje ndoshta edhe mosmarrveshje, kemi edhe brenga, mërzitje, strese, ngarkesa, a mund të bëjmë një jetë të tillë, pra po bëj një hatë me Kuranin e ndoshta bekimi i kësaj e bekon dhe familjen, largon dhe absolutisht që po, jo vetëm kaq, po edhe më pak, pra të paktën të lexohet suratul Al-Baqara. Në një shtëpi që lexohet suratul Al-Baqara nuk afrohen djajt edhe shejtan, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. 3 ditë, pra e lexove sot Al-Baqaren, për 3 ditë shejtant dhe djajt nuk afrohen në këtë shtëpi. Dhe një nga problemet më të mëdha që kanë shtëpiat tona sot është se nuk lexohet në to Kur'an. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, la taj'alu buyutakum qubura, mos i ktheni shtëpiat në varreza. Pastaj tha, në atë shtëpi ku lexohet Al-Baqara nuk afrohet shejtani. Pra tregoi pejgamberi alayhis salatu wasalam se duhet lexuar Kur'an, për ndryshe shtëpia, domethënë e humb bereqetin, e humb mbarsinë dhe ndoshta shumë gjëra koti, zënka mes fëmijëve apo le të themi zënka mes të rriturve në shtëpi mund të vinë pikërisht nga fakti se nuk lexohet në to Kur'an. Ndërkohë një praktik shumë e njohur hoxh është edhe dëgjimi i Kuranit. Pra dikush nuk di të lexojë Kur'anin arabisht ose lexon me shumë vështirësi dhe vendos Kur'an audio, në formë audio apo video. Kjo ka vlerë, ka dobi? Nuk ka dyshim që ka vlerë, sepse dëgjimi i Kuranit është adhurim. Pra në momentin që ti rrin dhe dëgjon Kur'anin, je duke adhuruar Zotin. Pra tek Zoti shkruhet adhurim. A e ka vlerën e leximit? Nuk e ka vlerën e hatmes, po që ka shpërblim, ka shpërblim. Përfitoj nga rastet të nëse e lexojmë surën Al-Baqara në shtëpi nëpërmjet kompjuterit për shembull, apo ndezim një sure pra nga YouTube apo nga një faqe e caktuar dhe lexohet Al-Baqara, ka efektin. Disa prej dietarëve thonë që e ka efektin. Kanë thënë sepse e rëndësishme është të lexohet Kur'ani, edhe pse ndoshta nuk e lexojnë njerëzit, ndërsa pjesa tjetër e dietarëve thonë jo, duhet që patjetër një nga njerëzit e familjes ta lexojë. Po unë them që nëse ndoshta nuk e lexon njëri për njerëzit e familjes, paktën minimalisht, domethënë Al-Baqara të lihet. Nëse askush nuk di të lexojë Kur'an, s'ka problem të lihet, të dëgohet në shtëpi. Jo me një zë shumë të lartë, po me një zë le të themi mesatar të mesëm. Dhe lind kjo, domethënë a lejohet që ne për shembull të punojmë ndërkohë që Kur'ani është duke u kënduar, lejohet, nuk ka lidhje. Sidomos mbisat për shembull, nuk është kusht që u vu Kur'ani duhet rrim tani pa bër asgjë apo pa lëvizur, sepse nuk është kusht. Dëgjimi i Kuranit pa lëvizje është në namaz, ndërsa në makinë apo diçka tjetër mund të vihet Kurani edhe pse ndoshta njerëzit janë të angazhuar me diçka tjetër. Ndërkohë të shumta janë gjithashtu dhe kurset e mësimit të Kuranit, e mësimit po themi të shkronjave të Kuranit. Sa do të motivoni njerëzit që së paku ata të cilët akoma nuk kanë filluar po themi mësimin e gërmave arabisht, së paku nuk të muaj të gjejnë kohë, a ka sevap, a ka shpërblim nëse fokusojnë po themi tek mësimi i shkronjave? Absolutisht që ka, sepse gjërat shpërblen sipas qëllimit. Domethënë arsyeja pse ne po i mësojmë shkronjat është që të arrijmë tek leximi i Kuranit, sepse nuk kemi për qëllim as të bëjmë tregti, as të merremi me diplomaci. Pra qëllimi është të lexojmë Kuranin, kështu që çdo gjë ka një piknisje. Për këtë arsye, po të shkojmë pak tek hadithi i personit që kishte bër ato vrasjet edhe që i tha që duhet pendosh, duhet ikësh. Ai u nis. Çfarë thanë me lajket? Ai u nis për tek toka e mirë. Ai u pendua sinqerisht, argumenti tha me lajket me njëra tjetrën. Argumenti sa është i penduar se u nis tek toka e mirë, u nis tek toka e mirë, drejt tokës mirë, drejt vendit mirë, pra u nis. Pra filloi si proces. E bëri hapin. Kështu që shfrytëzojmë rastin, më thonë të bëjmë thirrje të gjithë vëllezërve dhe motrave që akoma nuk e lexojnë Kuranin në origjinal, pra akoma për shembull ngatrojnë had, akoma ngatrojnë at, akoma ngatrojnë sët, akoma ngatrojnë dët, akoma ngatrojnë tët, domethënë të dalin nga ky nivel, domethënë edhe të ngjiten në një nivel të ri që është leximi i A-ve, ashtu siç duhet leximi i S-ve, ashtu siç duhet leximi i D-ve, ashtu siç duhet leximi i T-ve, ashtu siç duhet, sepse në gjuhën arabe kemi 3 H, 2 S, 2 D, 2 T, dhe normalisht njëri i cili nuk e din origjinalin, normalisht në një moment caktuar, në vend për të thënë dadin, do të thotë dalin, në vend për të thënë pan, do të thotë tan. Kështu që duhet dalim nga ky nivel, domethënë të futemi në një nivel të ri që është leximi i Kuranit ashtu siç duhet, sepse ne falim namaz, lexojmë El-Fatihan. Domethënë si njëri e lexon El-Fatihan ndërkohë që akoma nuk din, domethënë konceptin e shkronjës se si del. A thuhet për shembull le të themi
A thuhet Maliki Yawmiddin apo thuhet Maliki Yawmiddin? A thuhet Ar-Rahman Ar-Rahim apo thuhet Ar-Rahman Ar-Rahim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin apo Alamin? Pra janë gjëra që ndoshta edhe mund të çojnë në ndryshim kuptimit që do të thonë ta gjesh një njeri I cili mund të ketë vite që fal namaz dhe akoma nuk ka iden e hës, formave të hës apo të sës apo Pra Kurani ka rëndësi për vëmendje. Kemi nevojë të kushtojmë vëmendje dhe është fjala e Zotit. Duke filluar që nga fjala e shkronja. Zotit, absolutisht. Por Zoti shpëlbef për gjithë kohën. Amin edhe juve. Folëm për hatmen miq në këto minuta leximin e plot të Kuranit. Gjithsesi nga ne të përpiqet që t'i kushtoj rëndësi dhe vëmendje leximit të Kuranit, duke bërë hatme mundësisht, nëse nuk ka mundësi duke lexuar disa ose pjesë të Kuranit dhe nëse nuk lexon dot pjesë të Kuranit, së paku të filloj me shkronjat e tij. Zoti shpëlbef që na ndoj që të mirë ta kohëshim. Selam aleikum.